Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi i premte 20 qershor 2025. Dashi. Bëni kujdes sepse në dashuri këto ditë dikush duket se ju jep arsye thjesht të mos ju shoh të zemëruar. Shpendezime në rritje, përpiquni t'i mbani nën kontrollin tuaj. Demi. Gjithçka që ka ndodhur, veçanërisht ekonomikisht gjatë muajve të fundit, do të kishte dekurajuar këdo dhe, përkundrazi, ju jeni ende në kulmin e valës. Binjaket. Me negociatat dhe diskutimet e rëndësishme që duhen trajtuar sa më shpejt që të jetë e mundur, tani duhet të kuptoni se cilët janë njerëzit që janë në anën tuaj, bëni atë që dëshironi pa e lënë atë të ndikojë tek ju. Gaforia. Yjet e vlefshëm, vërtet, siç e thash disa muaj më parë, nuk duhen përjashtuar provat e reja të punës sepse do të na çojnë larg. Aftësia për të zhbllokuar vendime të rëndësishme për të ardhmen. Luani. Gjërat që duhet të bëni sot përfshin stres, nervozizëm, konfuzion. Virgjëresha. Dita e përgjithshme e vlefshme. Nuk ka ndonjë lajm të madh në punë dhe mbase do të ishte mirë të përmirësohet ajo që është krijuar tashmë. Peshorja. Pas orësh lodhjeje dhe tensioni, hapet një pamje e këndshme, megjithatë, kjo nuk është dita e duhur për ta tepruar. Sot jeni në shërim. Akrepi. Të jetosh emocione sot është më e lehtë. Sa i përket punës, juaj është një horoskop i rëndësishëm, në përputhje me moshën dhe atë që mund të bëni. Shigjetari. Udhëtim dhe kontakte me qytete të tjera. Një ditë me disa ngjarje të papritura, por shpirti juaj i pajipur ka nevojë për shumë më tepër. Britqapi. Nuk mungon vullneti në një kohë kur jeni gati të dashuroni. Mund të mbështeteni në një energji të mirë, vetëm se në mbrëmje do të jeni i dobët. Ujori. Keni më shumë forcë për të shpenzuar në punë. Një situatë e rikëmbje së qartë përfshin gjithashtu dashuri. Peshqit. Do të merreni me njerëz që disi po përfitojnë nga vullneti juaj i mirë, ju duhet të rikuperoni para, t'i kushtoni vëmendje shpenzimeve. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.